إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu plot fuqishëm s'ka askush mund ta humbë. Dhe atë që Allahu i madhruar e devijon s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i tij i fundit, i cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famlar në surën Al Imran ajeti 31 ka thënë kështu: Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Përkthimi thot Zoti i Madhërisëm në këtë ajet: thuaj o Muhammed, pra thuaj o ti i dërguar njerëzve në përgjithësi, in kuntum tuhibbuna Allah, nëse ju e doni Allahun, fattabi'uni yuhibbukumullah, atëherë me pasoni mua që edhe Allahu të ju doj juve. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dhe kështu Allahu t'ua fal mëkatet e juaja. Wallahu ghafurur rahim, vërtet Allahu është falësi më i mirë edhe i gjithë mëshirshëm. Ky ajet, vëllezër të nderuar, është një nga ajetet që vërtet tregon bazën thelbësore që duhet me pas parasysh besimtari. Ajo është ndërthurja mes dashurisë Allahut të Madhërisëm edhe pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me një fjalë, ky ajet i ka dy çështje shumë të rëndësishme që i qet në pah. E para është se vërtet dashuria e Allahut lidhet ngushtë me dashurinë për të dërguarin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me një fjalë, dashuria për Allahun kalon domosdoshmërisht me dashurinë që duhet ne ta manifestojmë karshi të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çështja e dytë, që gjithashtu është e rëndësishme vëllezër të nderuar, është se vërtet nga ky ajet kuptojmë se shenja e vërtet e dashurisë që e ka besimtari ndaj Allahut të Madhërisëm, krijuesit të tij, është pasimi i udhëzimit profetik, udhëzimit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pra këto dy çështje shumë të rëndësishme e vëjnë në pah atë edhe që ka thonë Hasan el Basriu, një nga dietarët e njohur, ka thonë vërtet ky ajet kur është shpallur i ka vënë në provë njerëzit. Me një fjalë, i ka vënë në test, në një provë njerëzit të cilët pretendojnë se e dojnë Allahun. Me një fjalë, testi i tyre, prova e tyre për me vërtetu dashurinë ndaj Zotit Madhërisëm është me e dëshmu këtë dashuri duke pasu rrugën edhe sunetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, vëllezër të nderuar, ashtu që e dim të gjithë, javën e kaluar kemi folur për arsyet të cilat na e bëjnë neve që ta duam pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi trajtuar edhe kemi sqaruar që vërtet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka sakrifikuar shumë për të përcjell emanetin që e ka marrë prej Allahut të Madhërisëm umetit të tij në përgjithësi. Prandaj kemi hak që ta dojmë atë, ta respektojmë dhe të manifestojmë pra dashurinë ndaj tij, për arsye se kjo në fakt, ashtu që kemi sqaruar, është pjesë thelbësore e besimit të
muslimanit në përgjithësi. E tash, gjithashtu atë që ka duhet me pas parasysh në këtë kontekst, vëllezër të nderuar, është fakti se dashuria ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk është një dashuri që manifestohet vetëm me zemër, me mallëngjim, me respekt, me nder ndaj tij kur përmendet ai, por gjithashtu ndërlidhet edhe me manifestimin e kësaj dashurie me pasimin apo me aspektin e fizik dhe praktik që e bën besimtari në jetën e tij të përditshme. Nuk mund të themi që vetë ndjekja është e mjaftueshme, domthonë pasimi rrugës tij është e mjaftueshme që me dëshmu dashurinë ndaj tij. Për arsye se gjithashtu e nevojshme është edhe aspekti emocional, aspekti i zemrës, që njeriu me manifestu dashurinë edhe me mallëngjim dhe me përmendjen e tij, dhe me respektin ndaj tij. Edhe gjithashtu, pra, kjo dashuri manifestohet duke i ndërthurë këto dy aspekte, edhe aspektin e zemrës apo veprave të zemrës, pra duke dashur atë me emocion, edhe me dashni, edhe me respekt ndaj tij, po gjithashtu edhe duke e dëshmuar këtë dashuri me gjymtyrë tona, me aspektin praktik, duke pasur rrugën e tij dhe mësimet që ai na i ka mësuar në jetën tonë të përditshme. Prandaj këto dyja gjithsesi duhet me ecë së bashku nëse dojmë me qenë vend këtë dashuri që kërkohet prej neve, ashtu që e përmendëm në ajetin paraprak. Gjithashtu dhe kjo manifestohet edhe me atë që ka përmendin ulemat në përgjithësi, apo tabenet, me thonë pak ma konkret, thonë që vërtet kur dikush prej sahabeve e dëgjante me veshin e tij, se dikush po thotë, Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, me një fjalë, e dëgjon dikën që po thot ka thënë i dërguar i Allahut, Muhamedi, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të gjithë ata sahabët e ngritnin veshin e tyre, kthenin qafën e tyre, përqendroheshin në mënyrën dhe formën më të mirë dhe fillonin me dëgju se çfarë do të përcjellet tani nga fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu e përshkruajnë tabenet, pra ata njerëz që i kanë taku sahabët. Pra nuk e kanë taku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po i kanë taku sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur dëgjonin ata se po përcjell dikush ndonjë fjalë, ndonjë porosi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, automatikisht çfarë do veprimi, çfarë do situate, çfarë do rrethane që gjendeshin, lenin anash, të gjitha këto edhe përqendroheshin çfarë do dëgjojnë tani nga porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo, vëllezër të nderuar, na jep me kuptu që të ndërthurjen që po e themi edhe në aspektin emocional të veprave të zemrës, për arsye se kur e kanë dëgju se po flitet për një personalitet, për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, për të dërguarin me cilin kanë jetu, edhe kanë qenë në gjendje të sakrifikojnë çdo gjë që kanë për me përcjell edhe me ndihmu atë në përcjelljen e amanetit me cilën e kishte ngarku Allahu i Madhreshëm, pra manifestojnë atë aspektin emocional ndaj këtij personaliteti. Po në anën tjetër, gjithashtu përqendrimi i tyre, edhe situata rrethana që dëgjojnë se çfarë do t'jetë fjala e tij, a do t'jetë diçka që e din, apo diçka e re që ndoshta nuk e kanë dëgju, edhe e kanë pasu edhe me vëmendje kanë dëgju, që të zbatojnë dhe ta çojnë vend atë që do të përcillet nga pejgamberi jonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra kështu është ndërthur dhe kështu duhet me qenë edhe ne, vëllezër të nderuar, praktika jonë edhe qasja jonë ndaj atyre fjalëve edhe porosive që mund të dëgjojmë në situata, në rrethana të ndryshme, të jetë përqendrimi jonë duke i ndërthur këto dy aspektet. E para, që po kujtohet edhe po përmendet një personalitet i jashtëzakonshëm në historinë e njerëzimit, e ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po në anën tjetër do të përcjellet ty një porosi, një fjalë, një këshill nga ky i zgjedhur i njerëzimit, prandaj ai i gatshëm ti me e dëgju atë dhe
me qenë nga ata të cilët e quajnë vend edhe pasojnë atë porosi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, vëllezër të nderuar, mund të themi shumë qartë se shumë musliman apo shumë njerëz në përgjithësi pretendojnë se e duan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të pakt fatkeqësisht janë ata të cilët e shfaqin vërtet këtë dashuri me sinqeritet edhe me jetën e tyre të përditshme. Prandaj, është mirë ndoshta se cili prej neve me ngrit një pyetje me thonë, cilat janë ato shenja që vërtet unë duhet me i zbatu edhe me mundu me i kry, që nëse i bëj ato, jam prej atyre persona që faktikisht nuk e kanë këtë dashuri vetëm pretendim, po edhe jetësim në jetën tonë, në jetën e tij të përditshme. E para është ndihma ndaj tij apo ndihma me e manifestu ndihmën ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, posaçërisht në jetën e tij kur ka qenë ai gjallë, edhe kur ka pas nevojë, ashtu siç e kanë manifestu kusht shokët e tij të nderuar që e përkrahen atë, duke filluar nga muhaxhirët, pasaj ensarët, që gjithmonë i kanë dhënë gati për me përcjell këtë emanet të Allahut Madhreshëm, pra e kanë manifestu ata praktikisht, po edhe ne mund ta manifestojmë këtë duke përkrah porosit e tij, apo mësimet e tij, apo këshillat e tij, duke mundu me i fut pra edhe pas vdekjes së tij në jetën tonë të përditshme, edhe duke u përcjell të tjerëve në çdo situatë edhe në çdo rrethon, pra kështu e përmbushim atë detyrë me të cilën e ka përmbush vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ka thënë pra në vend emanetin me të cilën është ngarkuar nga Allahu i plotfuqishëm. Çështja e dytë është zbatimi i urdhrave të tij. Të nderuar vëllezër, neve parzit e përmendëm qasjen e sahabeve kur e kanë dëgjuar se do të komunikohet një porosin nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se si ka qenë gjendja e tyre. E tash është mirë me bë një farë reflektimi në jetën tonë të përditshme, sa jemi nga ata të cilët ndoshta dëgjojmë ndonjë porosi, ndonjë fjalë, ndonjë urdhër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë kjo nuk bën të bëhet, apo besimtari nuk duhet ta veprojë këtë praktik, apo atë praktik e kështu me radhë, a jemi ne nga ata të cilët themi sami'na wa ata'na, e dëgjuam këtë porosi edhe do ta çojmë vend, do ta pasojmë këtë. A jemi nga ata të cilët e bëjmë, e çojmë vend këtë formë do thotë të manifestimit të dashurisë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në aspektin praktik. Pastaj e treta është dëshira për ta përhapur rrugën edhe sunetin e tij, vëllezër të nderuar. Me qenë nga ata të cilët vërtet njerëz të cilët me sinqeritet i kushtojnë jetën e tyre thirrjes së ringjalljes edhe pasimit të rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në çdo aspektet e jetës. Në çdo aspekt të jetës në përgjithësi. Pastaj e katërta, mospranimi i ofendimit ndaj tij. Vëllezër të nderuar, e kemi parasysh në disa situata, në disa rrethana, njerëzit të cilët nuk janë pra përfaqësues të muslimanëve në asnjë formë, po një ashtu synojnë të nënçmojnë apo të rrëzojnë ato simbole dhe ato parime të përgjithshme që janë të fesë tonë, duke u mundu ta nënvlerësojnë edhe personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me forma të ndryshme të akuzave që i mvishen atij, qoftë edhe me disa veprime konkrete të cilat kohë pas kohë shfaqen në disa qarqe edhe në disa projekte të ndryshme të disa individëve që synojnë me shfaq pra dyshime edhe çështje tek muslimanët në përgjithësi, pra tentojnë me qoftë me karikatura apo forma të ndryshme me fut dyshime në fenë tonë të pastër. Ne si besimtar të sinqert edhe pasues të këtij pejgamberi të zgjedhur të njerëzimit, të bëhemi nga ata që i mohojmë këta edhe të jetë reagim, apo me thonë konkretisht kundër reagimi joni, që të mundohemi ta mësojmë realisht edhe saktësisht realitetin e këtij personaliteti edhe jetës se si e ka jetu ky Muhammed jetën e tij në këtë dynja, ta mësojmë këtë dhe të lexojmë historinë e tij edhe ta mësojmë sakt
se kush ka qenë ky personalitet nga burimi kryesor e mos jemi nga ata të cilët faktikisht na servojnë disa forma të devijume të personalitetit të tij, edhe të jemi nga ata të cilët bimi pre e kësaj për shkak të mosnjohurisë që e kemi në dijen tonë në përgjithësi. Pastaj prej gjërave që vërtet dëshmojnë shenjen e dashurisë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam praktikisht është edhe përmendja e tij shpeshherë posaçërisht në salavate. Pra me qu salavate është me qu dua me ndaj pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në situata dhe në rrethana të ndryshme, gjatë ditës, gjatë namazit, gjatë situatave të ndryshme, gjatë lutjes. Tregohet me një rast se një sahabi që e ka pas emrin Ubej ibn Ka'b e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "O dërguar i Zotit, kur të bëj dua edhe kur t'i lutna Zotit Madhreshëm, sa herë duhet me qu salavat ndaj teje?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të gjatë ka thonë: "Sa më shumë që të qojsh, aq më mirë është për ty." Prandaj edhe pjesë e standardit edhe ritualit të lutjes ndaj Allahut të Madhreshëm është me shpeshtu edhe salavate ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam posaçërisht ditës së premte, pra ditës së xumë, prandaj edhe kjo është do thotë formë dërgimi salavateve është pra formë e manifestimit të dashurisë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjatë praktikisht. Pastaj prej gjërave që gjithashtu është shenjë edhe simbol i manifestimit të dashurisë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam praktikisht është edhe largimi nga risit në fe, bidatet. Pra me u largu nga ato praktika, nga ato veprime, nga ato adhurime dhe rituale të cilat ndoshta njerëzit kanë qef me i ba, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka praktikuar në jetën e tij të përditshme. Mu largu prej tyre edhe me qenë nga ata të cilët zbatojnë edhe kryjnë adhurime, rituale, ibadete të cilat na ka mësuar vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me i praktiku, qoftë në mënyrën e faljes së namazit, qoftë në mënyrën e lutjes, qoftë në mënyrën e përkujtimit dhikrit që bëhet apo përkujtimit të Allahut Madhreshëm. E keni parasysh vëllezër të nderuar, i kemi disa grupe sufiste në disa vende dhe qendra të ndryshme të muslimanëve që mblidhen grup edhe bërtasin la ilaha illallah, ka raste që ndoshta i ndalin dritat, e bëjnë do thot veprime, kërcime që ndoshta i keni pa në për internet edhe në për mediat sociale në përgjithësi, veprime dhe praktika e adhurime të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka pa kurrë. Ka thënë kur të lutsh Zotin, kur të kujtosh Zotin, me kujtu brenda suazëv, jo me dal në trans, ashtu që veprojnë disa dervish edhe disa sufi në përgjithësi. Pra, më ju largu këtyre adhurimeve apo ibadeteve që faktikisht janë risi edhe bidate në praktikën e muslimanëve në përgjithësi. Dhe gjithashtu prej dashurisë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është edhe me i dash shokët e tij të ngushtë, sahabët e tij të nderuar, po gjithashtu dhe familjen e tij Ehlu Bejtin, për arsye se pjesë e dashurisë edhe respektit edhe nderit ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është edhe me respektu familjen e tij, gratë e tij, të afërmit e tij, po gjithashtu edhe shokët e tij, sahabët e nderuar, për arsye se ky respekt manifeston, pra është ndërlidhur direkt edhe me respektin ndaj dhe dashurinë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra këtu ishin vetëm disa shembuj që manifestojnë apo na tregojnë shumë qartë që nëse janë pjesë e praktikës sonë të përditshme, atëherë jemi në rrugë të drejtë, në rrugën atyre të cilët pra e ndërthurin dashurinë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe me zemrat e tyre, po gjithashtu edhe me praktikën fizike të përditshme në jetën e tyre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin was salatu was salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.